Lavdi është për Allahun që është Zot i gjithë botëve. Zot i gjithë botëve. Kush është Zoti dikuj? Ti Zot i kërkues jeti. Zot është vetëm Allahu krijuesi. Mos t'ju mashtroje terminologjia e gjuhës ka njëherë se këtu për i thënë o Zoti filan, o Zoti falan, këto janë pallavrat e ateizmit dhe të komunizmit që i trashëguam. Edhe akoma sot, bile i ndëgjoj disa hoxhallar, thot Zoti filan. Ka hinë në radhin edhe ata të letërsisë gjuhës shqipe, gjoja shumë të ngritur, po ti mi thot Zoti filan. Ose dënjohi thot hoxhës, o Zot, ky hesht. Edhe ai që hesht që si janë siguraj. S'lejojmë kërkush më në thonë Zoti filan, as kërkuj nuk i thëmë Zoti filan. Zotni, pedant, esnaf, krejt, ama Zot, no. Kush par Zoti jeti, bre? Një grip me tra Zotin arryt, një grip, një i vogël me tra, drejt që bët halë. Alhamdulillah, thoni, qelë në gjuhën, thoni mas meje, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lavdi është për Zotin, krijuesi dhe mbikëqyrësi i gjithë botëve.